Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje, dëgjues. Çfarë keni që nuk më bashkohen? Ku të bashkohen më shumë? Ne sapo kemi startuar emisionin tuaj të preferuar Shizoner. Kjo është Entja Gocave. Ju thash që Entja do vi më shpejt nga që mendoni ju. Jemi në valët 100 FM të Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Sot mes vajzave kemi të ftuar dhe një moderatore tjetër, Pamela Shezi. Mirë se erdhe mes nesh. Mirë se ju gjeta. E para jeni shumë të bukura live, edhe më shumë se në ekran. Jeni yje dhe faleminderit për ftesën. Do flasim gjëra të bukura sot. Do ta startojmë në fakt të pjesë të parë bashkë me Pamelën këtu në panelin ton, duke diskutuar këto thashë themet që ne kemi shumë qejf. Ka prej ditësh që qarkullon në përjet një ndarje çifti i cili ne nuk prisnim që të ndodhte kaq shpejt. Jo, po se na gjykuan neve se folën për çiftin. Jo, po pse ju negative, xheloze. Plot. Por Mateo dhe Brikena kanë një krisje. Po a quhet krisje kur hiqesh nga rrjetet sociale? Po le ta quajmë krisje, shiko, është bërë mod sot që të hiqen nga Instagrami çiftet, ë? E konfirmon dhe Pamela. Po, mund ta bëjnë dhe për çështje fame në idenë që të përflitet gjithkohës. Unë personalisht nuk e bëj se unë po të hoqja nga followersat kam hequr në story. Domethënë unë të heq nga jeta, pastaj të heq nga followers. Bravo, kjo është ideja. Në syrin tim tas kanë qenë asnjëherë çift, me thënë drejtën, po e kanë luajtur shumë bukur këtë tërhiqje mos e kput. Herë janë bashkë, herë kanë një unaz, herë nuk kanë. Po unë nuk i kam parë kurrë çift të mirë fillt bashkë. Mirë, unë për çift mendoj në fakt që ata kanë qenë, të paktën ato 3 muaj që kanë shpenzuar aty brenda, zgjati aq sa zgjati, shkoi si u shkoi. Shiko, aty brenda është një botë shumë e vogël. Është 3 muaj nuk i themi dot se nëse mbaj mend 1 muaj kishim prime pafund Mateon që i thonte Brikenës të lutem me njohja. Po i ka vërtet njohja. Po mirë, atje brenda ishte një botë shumë e vogël, pra shumë pak gjëra mund të ndikonin, ndërsa këtu jashtë ndoshta ndikimet janë më të mëdha. Ndoshta mund të kemi vërtet një ndarje, mund të kemi ndonjë ndikim. Çdo kurt i duhet mendoj pas një eksperiencë të tillë. Ne them që neve absolutisht nuk është na bëhet çefi kur ka ndarje të tilla. Patjetër. Jemi sakatuar në rrjetet sociale, pse ju kështu, pse ju ashtu. Ne nuk duam ndarje, ne jemi gjithmonë pro dashurisë. Por duam dashuri të vërtetë. Atë do thoja, ma morë nga goja. Në fakt dashuria vërtet në Big gjithmonë ka funksionuar dhe jashtë. Madje unë me shaka ndonjëherë me shoqërinë them duhet hysh në Big që gjesh partner. Në atë idenë që kanë parë shumë goca që kanë hyrë në reality dhe kanë gjetë dhe partnerin e jetës, por gjithmonë ka qenë një gjë jo për lojë. Pra ka qenë ndjenja dhe është dukur dhe publiku e ka pasur nga ato çifte që si kemi besuar, se unë personalisht kam besuar të Brikena dhe Mateo. Edhe prandaj nuk e di tani çfarë të them, por mund të rezultonte edhe ndryshe që këto të vazhdonin. Duke qenë se kanë hequr njërin tjetrin. Nëse Brikena dhe Mateo vazhdojnë dhe duhen, ne urojmë që ata të ribashkohen. Po goca kam një hipotezë. Ka dashur gjithmonë shumë. Kam një ndoshta pa le. Duke parë se Mateo është bërë pjesë e jurisë së Shizon Top, kohët e fundit. Ka flasur konkurrenca thuati? Ka nisur xhelozia. Mos është ndoshta pak xheloze. Si mendoni? Xheloze Brikena apo janë pjesë, mund të jetë pjesë. Po xheloze Brikena them unë se aty është një emision vajzash. Kështu që mund ta bëjmë pak Top Arena në fakt është emision djemsh. Atje janë të dy së bashku. Shiko, patjetër që ne kemi plot femra që e pëlqejnë sportin, po që në shoqërinë tonë pruren që atë Top Arenën të ndiqet pak më shumë nga gjinia maskullore. Patjetër, normale. Është vërtet, por nga ana tjetër nëse ky çift i Big Brotherit të këtij viti ka një krisje, një tjetër çift që prap publiku ka pasur pikpyetjet e veta, duket se i ka mbijetuar deri më tani kohës, është ai Selin dhe Gimbo, i cili po sjellin një projekt. Punim së bashku. Këta po më japin energji shumë të mirë dhe pozitive. Këta ma përcjellin energjinë që janë një çift, shkojnë shumë mirë bashkë, janë të lezetshëm. Unë që kam qenë dhe brenda shtëpisë, në fakt e kam ndier diferencën midis çiftit të Brikenës dhe Mateos dhe Selin dhe Gimbo. Një gjë që u krijua ndoshta edhe pak më shpejt, se nëse Brikena dhe Mateo morën më shumë kohë për tu bërë çifti i konsoliduar. Kemi çiftin e Selin dhe Gimbo që e gjithë konsolidimi i marrëdhënies ndodhi shumë më shpejt, por në fakt tregoj që koha nuk është asnjëherë kriteri domosdoshëm për një marrëdhënie të suksesshme, edhe kjo vazhdoi, ka marrëdhënie vazhdoi për te çdo pargjykimi apo kur ke ato ndjenjat e vërteta, nuk të lëmë shpirti që ti të harxhosh kohë duke kaluar. Ndodh ajo më njëherë ku ke ato Big Brotherit ke dëshirë. Konfirmoj. Ta zgjasësh pak më shumë dashurinë që të qëndrosh pak më gjatë në shtëpi. E vërtet.
Por me që kaluam edhe tek me që sa e prekëm, që prekena do jetë pjesë e Top Arenës, shpejt i fillon botrori dhe unë nuk e di sa nga vajzat tona mund të jenë të emocionuar që botrori është kaq afër. A jeti Nikol një vajzë që e shikon futbollin? Botërorin në fakt patjetër, futbollin ndoshta tani duhet i futem pak më shumë, por në tërësi botërorin gjithmonë e kam ndjekur qoftë edhe me babin, kështu që duhet bëhet bashkë edhe të komentojmë fuqishëm. Me kë është në këtë kampionat Nikol? Po unë po e nis me Gjermanin, po Ashtu. shohim rrugën si na shkon. Shiko, keni kryesuar mirë ju, ç'është vërteta. Mirë e ke këtë zgjedhje. Po, po shkojmë se. Mua më kujtohet ai botrori, se viti fundit para 8 vitesh tashmë që ka qenë ver. Dhe vitin që 4 vite më parë ka qenë dimër dhe unë mërzita shumë sepse gjithmonë botrorin e kam Shijon ndryshe kur është verë. E kam lidhur me verën, me një kohë festive, ngrohtë, tifoz dhe gjitha dhe jam shumë e lumtur dhe mezi po pres të startoj sepse e di që do ta shijojmë shumë këtë verë. Po Pamela, gati. është nga ato personazhe që e ndjek futbollin? Jo, me thënë drejtën, jo. Na ndërpreu. S'keni futbollistë që të pëlqen mi? Se hajde ndjek dhe për ne futbollist pak. Po pra, nuk e kam në një kështu tipik, madje, domethënë, i kam ndjek ndonjëherë këto ndeshjet. Unë jam tip që bëj tifozlik në idenë që nëse e shoh një ndeshje do pozicionohem me një skuadër dhe do bëj. Domethënë tifozem, por nuk është fusha ime me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po më pyeste dhe për Silvinion, edhe domethënë unë thjesht po pyetja që nëse është i martuar të gjejmë një grua në Shqipëri, domethënë atë idenë më shumë roz se sa fix Okej, po sporti në përgjithësi apo thjesht futbolli? Jo, sporti. Aktivitete sportive, domethënë. Pëlqen, unë për vete i bëj, domethënë mundohem, jam person aktiv, por që te futbolli më shumë e ndisha kur kam qenë e vogël. E kuptoj. Domethënë gëzonim gjithë, po tani dhe angazhimet dhe jeta dhe sikur s'kemi atë kohën që të merremi. Megjithatë, përveç fatit që të madh që kemi për të shijuar botrorin këtë verë, në 11 korrik ne do të shijojmë koncertin fantastik nga Kanye West dhe të gjithë ju mund të rëmbeni biletat tuaja për ta parë nga afër këtë eksperiencë që ndodh një herë, besoj, vetëm një herë. Është vetëm një natë dhe duhet patjetër të siguroni për të qenë atje. E vërtet, por ju duhet të mbani mend shumë mirë se ku mund të rëmbeni biletat tuaja, ju mund t'i gjeni ato online, unë do t'ja u them siç shkruhet që ta keni shumë kollaj www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Jeni shumë pranë, vetëm bileta ju mungon. Unë dola nga kjo studio dhe do marr bileta direkte, është nuk mundem domethënë ta humb këtë eksperiencë e cila po vjen në Shqipëri dhe më bëhet qefi që Shqipëria bëhet një destinacion për këta këngëtarë të mëdhenj. Dhe gjithë kjo performancë e madhe do të ndodhi në Eagle Stadium, një arenë gjigante e krijuar posaçërisht për këtë event. Kemi ndjekur evente pafund, po besoj se ky do jetë një nga ato evente që do hy vërtet në histori. Kështu që nuk duhet humbur. Ai që merrni biletat tuaja. Merrni biletat tuaja dhe duhet të shkoni se s'bën. Madje një nga vajzat që kishte qenë te Kajni tani që kishte postuar në Instagram, kishte thënë që u shërova dhe një diçka brenda me, kështu që do jetë dhe një eksperiencë spirituale mendoj, jo thjesht një koncert, duke qenë se Kajni ka tekste shumë motivuese dhe shumë të bukura. Me vërtet. E ndan atë perspektivën e jetës. Kemi ndonjë thashë them tjetër? Dini në një llaf tjetër që ka qarkulluar? Dua Lipa është martuar për shembull. Është vërtet. Ishte një, domethënë më ka pëlqyer shumë dhe e di çfarë më ka pëlqyer më shumë dhe përveç veshjes e gjitha këtyre, por mendoj se ne vajza, domethënë përveç asaj dëshirës së madhe të fustaneve të mëdha të gjitha, dua më kujtoj diçka që është më e rëndësishme ajo data ku ti firmos që ti je martuar dhe e celebruar me dikë të gjitha dhe besoj se ajo është ajo që duhet mbajtur mend, ai momenti që ti del dhe ti je pak e veshur e kuruar, ndërsa pastaj pjesa tjetër e të ftuarve shumë, një fustani të madh, argjimeve të mëdha, mendoj se kemi ardhur në kohën që ka filluar të bjerë pak kjo dëshira. Dëgjova ca tash e them faktikisht që do ketë edhe një këngëtar shqiptar në dasmën e saj, nuk e di sa e vërtet është, po më kanë thënë që do jetë një këngëtar i muzikës popullore. Pse jo? Në fund të drejtë. Tradita. Me sa kam dëgjuar Sinan Vllazaliu, po nuk e di të sigurt. Po që do jetë diçka fantastike se Dua Lipa
Shpresoj të na mbaj të updateuar. Dhe ndasëm tjetër në qarkullim? Stelina? Do njëra që ka kaluar kështu poshundës. Vera ka filluar. Ja, të presim. Deri nga fundi ngushtit. Pamela, ti ke dëgjuar ndonjë nga këto? Për dasma, po këto i mbajnë dhe të fsheta me shpirt vetëm kur i shikon që martohet Robi herë do të madhe. Ose kur shikon bebi, nuk e di çka ka dalë kjo tani, vetëm kur shikon ndonjë vajzë me një bark, edhe thotë waiting for my baby. Për një sekondë kur ishte kur doli. U vazhdoi episodi. Jo, edhe pastaj fillon të tregojnë dalë në permision e thonë e kam njoftu, po mirë më na bëj live atë. Ka 2 anë kjo, ka dhe nga ata që thon po s'ka nevojë ti tregosh gjitha në rrjetet sociale, kështu që nuk di se si. Ku është keq ti tregosh, e keq mos ti tregosh. Më vjen keq u ndërpres nga dasma tash se vera shumë e gjatë dhe ne do kemi kohë mjaftueshëm të diskutojmë ato, po në fakt ne kemi Pamelën sot që na flasi për summer party, sepse Vera sapo ka filluar siç e thash dhe partit janë pjesë e saj. Është vërtet. Por këtë pjesën e Summer Party me Pamelën do ta flasim në pjesën e dytë, sepse pjesa e parë përfundoi, por ju dëgjues të dashur na ndiqni, se ne do rikthehemi sërish në valët 100 FM. Pamela.